E ju erdha kështu papritur pak se sot. Në mes të punës. Pa, mua më pëlqejnë këto gjëra. Faleminderit për ju. Erdha për t'ju falenderuar për çdo gjë që bëhet për mua, por jo vetëm për mua. Unë isha prezent, çfarë bëni edhe me pacientë të tjerë, edhe më shbërë zemra mal që të gjithë janë trajtuar njësoj. Edhe në momentet vështira që kalon dikush pas operacionit, ju dhe zonjat këtu, kryenfermerja, Sonila, bukuria, unë ju falenderoj shumë, por desha t'dija vetëm një gjë, se unë këtu programe bëj për muzikën. Ju çfarë muzike preferoni, çfarë dëgjoni dhe sa ju ndihmon? Unë dëgjoj të gjitha llojet e muzikave, jam tek e lehta, po kam në qejfin tim dhe muzikën klasike. Më pëlqen shumë. Ashtu, klasike, po. Unë do t'ju përshëndes juve dhe gjithë stafin e infermierëve të mrekullueshme që keni këtu, me një kryevepër të muzikës klasike që është edhe paksa e gëzueshme, që është edhe paksa operetë, që t'i kënaqim të gjithë. Kemi besim në zgjedhje. Nga Princesa e Çardas, që do t'ju jap arjen kryesore të kësaj operete, është një nga më të bukurat në botë. Plus që dhe interpretimin e bëjnë dy të mrekullueshëm. Është Ana Netrepko dhe Juan Diego. Mbas operacionit. Do shkoj ke Vera Grabocka se më thanë bën për model. Edhe dhe jap të kryevepër, që është një nga arjet e operetave më të bukura në botë. Për juve zonjë, edhe për gjithë stafin e infermierëve këtu. Do ta dëgjoj me kënaqësi dhe me zor do ta presim. Do jam borxhdi gjithë jetën për shërbimin që më keni bërë. Asgjë, faleminderit për këtë mundësi. Isha kënaqësi ju. Faleminderit, gjithashtu. Faleminderit shumë. Mirupafshim.